Në një kohë kur Mapgo e Bexhet Pacollit dhe Dua Group e Valona Demi, dy ortakëve të shoqërisë Via, e cila ka marrë përsipër ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, vijojnë të jenë të mbërthyer në betejë gjyqësore për çështjen e kuotave të aksioneve. Biznesmeni kosovar duket sikur ka paralajmëruar rrëfimin e prapaskenave të ndodhura gjatë procesit, që nga hapat e parë të kryera për ndërtimin e aeroportit. Përmes një mesazhi të koduar në Facebook, Pacolli thekson se durimi i tij ndaj sulmeve publike jo vetëm, po vjen drejt fundit, duke krahasuar durimin e tij në mënyrë metaforike me një dig. Biznesmeni kosovar thot se ajo rrezikon të çahet në mënyrë të parikuperueshme. Ne jemi kthyer në një gjendje që ngjan një dige që duron mbushje ngadalë me ujë të turbullt, të rënd, të ndotur nga lumi që derdhet në të. Këtë mbushje shtojnë edhe më shumë për rrenjë të vegjël përreth, që sjellin po ashtu lum dhe balt me era të padurueshme, po i përballoj me zhgënjim por me dinjitet të gjitha intrigat, fyerjet dhe goditjet e padrejta nga ata të cilët gjithmonë kemi mbajtur dorën, zemrën dhe derën e hapur. Pikërisht këta janë ata për rrenjtë e vegjël, të nxitur nga lumi i madh, që e çojnë liçenin drejt mbi ngarkesës deri në pikën kur diga nuk mund të përballojë më dhe rrezikon të çahet, po frikohem se do të vijë një ditë dhe do të bëhet vonë për çdo riparim. Javën e kaluar Bexhet Pacolli denoncoi një tjetër përplasje, ndërsa përfaqësuesit e tij nuk ishin lejuar të merrnin pjesë në një mbledhje të zhvilluar për aeroportin e Vlorës, që ishte thirrur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Gjykata e Apelit vendosi më 19 shkurt të njohë të drejtën e administrimit ortaku Dua Group. Po ashtu, SPAK dyshon se dhënia me koncesion për ndërtimin dhe operimin e aeroportit të Vlorës është bërë në shkelje ligjore, 5 muaj pasi kreu i mëparshëm i prokurorisë së posaçme Altin Dumani e njoftoi në kuvent se procedurat e koncesionit ishin në hetim paraprak. Pasuesi i tij, drejtuesi aktual i SPAK Klodian Braho, ka marrë të pandeurit e parë në kufit e parashkrimit të ndjekjes penale. Burimet kanë konfirmuar se u janë komunikuar zyrtarisht akuzat e shkeljes së barazisë në tendera 3 anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, që marsin e vitit 2021 shpallën fituesin për koncesionin 35 vjeçar, konsorciumin e kompanive Mapgo të Bexhet Pacollit dhe firmën turke YDA dhe Dua Group e Valona Demit.